regjizori. E shifsha dhe e ndiqja, se dinja unë që kërkon të regjizori, se kisha dhe vetë pjesë. Edhe e ndiqja edhe i bëja vretje, edhe ai e priste me dashamirësi vretjen dhe mundohesh ta realizonte. Po kështu, mbaj mend një moment në Hamleti me Naim Frashërin. Me Naim Frashërin, po lunte kur ndiqte Fantazmin. Doli jashtë vetes, ne kishim një portret të madh të Aleksandër Mojsiut, unë shikoja portretin, shikoja Naimin interpretim. E them kështu, pas një gënjeshtër të, mu duk Naim Frashëri i bërë Mojsi. Kur doli ul aty afër me Naim, thash mëse unë këtë moment se ke pas si jashtëzakonshëm. Kam pas një pjesë sovjetike me Zina Andrin, me të cilën kam luajtur pjesën Maj Lindën e tjerë, se dhe ajo ishte shumë e mirë, megjithëse ajo kishte mbaruar për aktore, pa ajo ishte edhe regjizore e mirë. Ljubov Jarovaja. E vum në të njëjtën kohë me Mbretin Blir. Edhe unë sikur e parandjeva, mu më thanë Ljubov Jarovajen, mu shkonte shumë, edhe bile më cilësuan si një hop të madh cilësor në interpretim. Mirë po, ne nuk kishim mundësi të vinim dy paralele me çfaqje kaq të mëdha. Dhe unë ju thash mosni se do merrnin qaf njërin nga të dyja, o Ljubovën ose i Mbretin Blir. Edhe u sakrifiku Ljubova. Edhe am deri në premier, por nuk kishim as ato figuratët. Punëtorët s'kenë bërë figuratë, po të ishin ushtarë të revolucionit që duheshin tipa ashtu personazhe. Edhe u sakrifikua, kështu që nuk harrita ta luaja atë rol për cilin kisha punuar shumë, isha lodhur shumë, edhe do ta merrja me siguri satisfaksionin se e pëlqyen shumë kur unë e kam bërë në tavolinë dhe ma ka thënë Xhemal Broja personalisht, edhe në raport vjetor, që ti tha ke bërë një hap cilësor shumë të madh me këtë rol. Po nuk u dha. Tani, çfarë do dëshiroje të bëni? Ç'të them? Të them që dua ta vazhdoj jetën në teatr, është e kohë ta them sepse dihet ajo. Por mbaret shumë nga repertori, mbaret shumë nga regjizor. Tash i punojnë regjizor të ri, ata preferojnë shoqërinë e vet, shokët e vet, ne nuk na njohin si duhet për karakteret që kemi, për tipat që mund të arrijnë të lozin, kështu që jemi të mirënuar. Natyrisht do doja që të